shkojmë tek qoftet. Kalojmë tek qoftet, receta e dytë. Pra përfunduam me gjellën me bizele dhe me patate. I shtuam dhe një gjethe ose 2 të vogla dafine, duke qenë se ka shumë salce, dafina e neutralizon pak atë aromën e fortë që ka salca dhe salca koncentruar. Qoftet i kemi me patate. Qofte me patate. Shem pak recetën të shkruar. Receta jonë e shkruar e dyta, qofte me patate dhe djath. Mozzarella dhe cheddar, nga Arla kemi zgjedhur këtë djathin e kombinuar, 3 patate mesatare të zjera, 4 luggjelle niseshte, 70 gram djath i grirë, një tuf majdanoz, krip, piper i zi. Qofte me patate dhe me djath. Kemi zjerë patate, dhe tani është momenti që lëkurën. Jo se nuk konsumohet lëkura, por në këtë rast të qofteve ne na duhet vetëm pjesa e brumit. Kjo pjesë, opa. Dhe e kaloj në rende. Është nxehtë, po. Pra bën brumin pak më të hollë, kështu kur e grinë në rende, dhe patjetër që do ta kombinojmë me përbërësit që unë lexova. Pës kur t'i shtypim, apo është më mirë në këtë formë? Po, më mirë. Ajo shtypja është... Kjo edhe sikur i fton pak. I jep atë formën e djathit të grirë. Ajo shtypja është për të treguar pajisin, që ne po i shtypim. Po, më mirë se, kam thënë, ngrohtësia e dorës, të brumit, tek gjithçka, sepse dhe brumin e vendosim brumatricën për atë punë. Por, më mirë të gjitha në mënyrën gjithçka manuale. Ja. E patatet që kanë të mëdhaja. Tani unë 2 patate do përdor, edhe u dogja, dhe u posha, që shtavetit janë këto patatet? Atë them të drejtë nuk e di, por patatet janë të kuksit janë më të mirat. Por, po të ishin të kuksit nuk do ishin të tilla. Se kanë ngjyrën më të verdh, po. Se janë të ndryshme edhe patatet, varietetet e ndryshme, ndryshe për skuqe, për gjellën. Do t'i lë me kaq, largoj lëkurën. Op, dhe laj dhe duart. Për të krijuar brumin është mjaftueshëm kjo, pra gati 2 patate, 2 patate të mëdha të zjera, i heqim lëkurën, i kemi grirë dhe tani do t'i bëjmë kombinimin me përbërësit e tjerë. Këtu kemi djathin, Arla, me të cilën mund të përgatisni dhe të sajoni lloj recetash, por e përbashkëta e të gjitha llojeve të djathit bashkë me kremin e djathit është fakti që përveç se është një produkt premium i certifikuar, i prodhuar në Danimark, është një djath me përbërës 100% natyral, nga mënyra se si prodhohet, gjithë rruga që ndiqet zinxhiri nga fermat e kujdesshme të përzgjedhura deri te ky produkt, është një vije gjatë cilësie, kontrolesh, dhe kemi fatin që këto kombinime djathrash t'i përdorim edhe në kuzhinën tonë këtu në Rrezë Dielli. Janë variantet nga më të ndryshme, ne kemi sjell, i kemi treguar për një pjesë të tyre, të djathit thjesht mozzarella, të djathit mozzarella me djathin Gouda, cheddar dhe mozzarella, kombinime të ndryshme, pastaj mos flasim për kremrat, të cilat ju jeni duke i parë dhe varietetet të ndryshme, që tek ata që vuajnë nga intoleranca e laktozës, për Arla Lacto Free, një krem djathi freskët, për Arlën e kombinuar me erëza të ndryshme, me shije aroma të freskëta të bimëve, dhe po ashtu për Arlën me djathin Natural Light, me një shije më të lehtë, natyrale, por siç e thash, e përbashkëta është përbërësi kryesor i qumshit, që është qumësht i freskët. Tani të marrë ca bima romantike, patjetër. Përbërës kryesor në lidhjen e qofteve, llojet e djathit, duke na e bërë atë qoften kur ta ndajmë, kështu cheesy themi ne. Ja, mund ta tregojmë nëse duket një ngjyra, forma, konsistenca e djathit. Një sy i rahur në kuzhinë nga eksperienca e anvisave kupton më së miri kur e prek djathin dhe kur e nuhat për freskinë që ai ka dhe për cilësinë. Është mëse e dallueshme për ne që e shohim këtu dhe ju që ishin nga ekrani. Ta shtoj aty se e tregova për anvisat, po më ngeli tani. Vazhdo. Po me. Ja, një pjesë, nuk e di sa do përdorësh nga paketimi. Ja. Mund të përdor pak se. Dhe pastaj mund t'i mbushim
Por aty, pra, kemi patur brumin e patateve, ka shtuar Albana niseshten, kripën, Përse niseshte dhe jo miell, sepse vetë patatja ka amidonin, prandaj dhe vendosa, ja, e tillë, është e nxehtë dhe normalisht duhet të ftohet normalisht. Ja, e tillë, derisa duhet ta lë pak fare të ftohet, derisa unë të bëj dhe salcën e vet. Laj duart. Salcën ku këto qofte do të ngjyhen, do t'i shijojmë me një salcë që ka kremin e djathit brenda, ka pak mustard, kripën piperin për të rregulluar shijen, pak vaj ulliri. Mund t'i shtoni pastaj bim të tjera aromatike, të cilat janë gjithmonë një domosdoshmëri në kuzhinën tonë. Pra qoftet ju mund t'i kaloni në tigan ose në të kundërt në furr. Unë i kaloj në furr që mos bëj 2 herë tigan. Mirë, ja i bëjmë gati. Në i tepsi, i vendosim, japim atë formën e rumbullakët dhe i pjekim. Këto si këto piqen, ne do të përgatisim, do të merremi me kremin, me salcën. Furrën e parangrohur dhe lat pak duart me vaj unë këtu. Masat. Gjysmë luge. Do t'jenë kështu të vogla, nuk do t'jetë qofte... Ja, të voçkla. Biles akoma dhe më të vogla është akoma dhe më mirë. Sa më tepër të qëndroj brumi, aq dhe më i duhur është, ka më rezultat. Po. Si çdo brum, qoftesh, petullash, sa një kokërare do t'jetë madhësia e qofteve, punimi i brumit, duke u punuar. Asnjëherë nuk shtrëngojmë. S'ka nevojë sepse e merr formën edhe me butësi. Opa. Dhe kështu do të merremi me gjithë pjesën tjetër të brumit. Njëra pas tjetrës, lexojmë edhe një herë së bashku recetën e shkruar të qofteve me patate. Çfarë shtuam tek patatet, pasi i kemi zier, i kemi hequr lëkurën, do të shtojmë pastaj 4 lugë niseshte, djath të grirë, majtanoz ose koper. Sot kemi koperin dhe themi në të gjitha recetat tona në aksion, edhe pse kemi majtanozin në recetat e tjera, kri piper të zi për të rregulluar shijen dhe duke i punuar mirë, jepni forma të rumbullakta, të vockla dhe ose skuqeni në vaj për skuqje, në vaj bimor ose në furrë. Ne do t'i vendosim tani për t'u pjekur dhe së bashku do të rishihemi pas publicitetit. Besoj se do të kenë marrë një ngjyrë dhe do të tregoj pastaj edhe kombinimin e salcës ku do t'i vendosim qoftet. Rikthehemi pas pak. Mirë se erdhët edhe një herë, rikthehemi në rrezën tonë në kuzhinë për të përgatitur një tjetër recetë dhe për të vazhduar me salcën që do të shoqëroj qoftet e patateve, të cilat i gatuam pak më herët. Tani tek salca. Çfarë? Majdanoz. Masën e kripës. Një lugë mustard. Sikurse edhe unë kam vendosur salskosi. Do të shtoj vaj, sikurse spezjeks. Patjetër t'i vendos. Bëjmë një masë homogjene. Kemi ne, që hati gjithë elementet aty. Del shumë e shishme me atë prekjen e specit. Largoj të gjitha, tak. Edhe nuk më duhet asnjë gjë tjetër. Në pritje tani të pjekjes së qofteve, të cilat janë këtu tek furra.
duke u pjekur, do t'i presim edhe pak, për t'u treguar rezultatin deri në fund të hapësirës tonë, dhe më pas i servirim me salcën e sapo prodhuar. Salcë ose dip? Atëherë, ja të manjit që të votë. Përhapen aromat, shihet në këtë përzierje, në këtë kombinim të përbërësve, siç e thamë që është shumë e rëndësishme mënyra se si ne i kombinojmë shihet. Ja, i vendosim pjesën tjetër të qofte edhe këtu. Dhe me atë prekjen e vogël të specit, parave të specit djegës, natyrisht që kemi sjellë një tjetër shije. Është edhe për petullat i shkon shumë, qofteve i shkon shumë, salcës mishit, të peshkut. Pra është, kur themi ne, është një salcë sejve, sigurt. Multifunksionale. Dalemi. Provoj shijen dhe lugë këtu. Dëgjo. Unë iki. E di ku? Ku? E bra një gabim? Ke shtuar shumë specia? Jo. Okej. Mund të shtojmë një nga këto kremrat, krem djathi. Po, Del tjetër ekstra. super ekstra. Del super. Ose thjesht Sa bëj unë? Arla që është menduar mirë për këto kombinimet e vakteve, e kemi të gatshme një prej kombinimeve të kremit me... Sa të bëj unë gjërat e tjera, ti e merr dhe e punon vet aty. Jep një... Po marrë këto me erza. Këtë duash ti. Jep një shije akoma më të veçantë, më velvet. E them edhe më velvet. E më ndasht. Spes djegës një i tillë është natyral. I duhur. Ja ta kalojmë këtu që ta... Bravo. Hapim nga paketimet tona. Siç e tham, këto janë kremra që vinë nga Danimarka. Janë në pronësi të fermerëve, duke patur parasysh që vetë fermerët që rritin lopët prodhojnë kremra djathra me qumësh të freskët, dhe një prej tyre është ky kombinimi me erza të ndryshme. Ta shtoj këtu në të gjithë të ta përziem dhe i rregulloj pastaj shijen. Po. Është një krem shumë delikat, shumë kremoz, me një shije fantastike, të lehtë. Ja. Në përzierje me koperin dhe me kremin tjetër që përgatitëm. Ne jo vetëm që i shtojmë edhe sasinë, po përmirësojmë teksturën, sepse është një krem që punohet shumë lehtë, përhapet shumë lehtë. Kjo nga freskia e përbërësve. Mbajni pak në frigorifer dhe është i duhuri. I duhuri për të shoqëruar qoftet me patate, që janë duke u pjekur në furr, do të presin të marrin atë ngjyrën e kuqerem, kanë dhe djath të grirë brenda, mozzarella dhe cheddar. Në momentin që ftohen për shembull, atëherë do t'i shoqërojmë me këtë. Është më kollaj për shembull për t'i shkëputur, ë? Nale. Po, se tani janë pak të qullta nga ndësia. Sa të ftohen pak, lëshohen. Lëshohen qoftet, lëshohen petullat. Ande vetëm petullat që s'lëshohen, vetëm fryen, balona. Shkrihet brenda. Në shtratin e vetë. Petullat më të mira se që në kanë dalë sot, nuk e di se që kanë një sot që kanë dalë. Bravo mua! Bravo, këtë nuk e di, më pëlqen shumë sot. Ka qenë koha e qëndrimit ndoshta e brumit më shumë. Mos e thot jo vajzë Albana, bravo. Po jo po, dhe brumi, po jo po këtu. Bravo mua. Po, si e brenda brumit? Ke zënë brumin, ka qëndruar brumi, pastaj janë elementet kombinimi i dur. Po pak tjetër më është mielli, një miell i mirë bën një brum të mirë. Mjafton punojeni mirë, nëse jeni zënë me burin. Mos i bëni këto petulla. Jo, bëjni, punojeni brumin me nervozizëm, mirë, sa më shumë të punohet brumi dhe sa më nerv të ketë, do keni këtë fryrjen. Jo, po pastaj do t'japim që dashurinë, se s'fryen ato pastaj. Me dashuri fryen. Mirë, ne ju përshëndesim nga kuzhina dhe ju lëm takim sërish në kuzhinë nesër në po të njëjtën orë këtu në Reze Dielli. Na bëfshin mirë.